Të dashur anëtar dhe aktivistë të Partisë Demokratike të Kosovës. Sot, në përputhje me statutin e partisë, kam thirrur edhe konventën e jashtëzakonshme të Partisë Demokratike të Kosovës, që do të mbahet të hënën me 17 nëntor, ku do të zgjidhet kryetari i ri. Dhe e di se ajo ditë do të jetë dëshmi e pjekurisë sonë politike, e demokracisë sonë të brendshme dhe e forcës sonë për të ecur përpara. Prandaj për fund, dua t'ju them faleminderit gjithëve. Faleminderit qytetarëve të Republikës Kosovës, faleminderit çdo votuesi, aktivisti dhe kolegut PDK-s, faleminderit ekipit tim të jashtëzakonshëm, faleminderit miqve, bashkëpunëtorëve dhe mbi të gjitha, falënderim i posaçëm për familjen time, që kanë qenë gjithmonë burim i forcës dhe i përkushtimit tim. Shpresoj se tash do të kem pak më shumë kohë edhe për ta.